Lavdëroni Zotin, se është i mirë, Halleluja. Sot do të flasim për një temë që ka lidhje me Pendikostin. Të dielën presim të kremtojmë ditën e Pendikostis, ose 50 dhjetorin, ose quhet dhe ditë e rrshaja për azbritin e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, që është një kremte e madhe zotërore, dhe të hënën ne kremtojmë ditën e Shpirtit Shenjtë. Pra, dita e diel quhet dhe dita e Shëntrinis, kurse e hëna i përcaktohet Shpirtit Shenjtë. Dhe sot do të flasim jo thjesht për atë ditë, por do të flasim për frytet e Shpirtit Shenjtë. Në traditën e krishterë, frytet e Shpirtit Shenjtë përmenden në Bibël, është tek letra e Apostullit Pavlit drejtuar Galatasve, dhe ai përmend këto fryte: dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, bamirësi, besnikëri, butësi, vetëmbajtje. Në disa tradita të krishterë jo ortodokse përmenden 12 fryte, duke shtuar modesti, pastërti, lirësi. Këto fryte dallohen nga dhuntitë e Shpirtit Shenjtë sepse frytet lidhen me karakterin dhe sjelljen e njeriut. Por tradita e krishterë ortodokse mbështetet tek 9 fryte, ashtu si dhe i përcakton Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Galatasve, dhe neve do të flasim për këto 9 fryte, të cilat e kthejnë shpirtin njerëzor në një kopësht me fryte aromatike të Shpirtit të Shenjtë. Dhe do t'i marrim me radhë dhe do të flasim për secilin. Dhe flasim për frytin e parë të Shpirtit të Shenjtë, që është dashuria. Dashuria në greqisht quhet agapi, sepse ajo tregon dashurinë hyjnore, sakrifikuese dhe pa kushte. Shën Johani thotë që Perëndia është dashuri, jo ka dashuri, është dashuri. Dhe duke qenë dashuri, ai na krijoi, jo nga nevoja, jo për t'ia kthyer atë mirësinë Perëndis, por vetëm nga dashuria. Sepse dashuria kërkon që të shprehet, të dhurohet. Prandaj kemi jetën e brendshme të dashurisë, jetën e brendshme të Perëndis, të Atit, të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, që duan njëri tjetrin me dashuri të përsosur, prandaj edhe janë një njësi, përveç se janë edhe një natyrë, por ajo që i bashkon është dhe dashuria e përsosur mes njëri tjetrit, mes personave të Trinisë së Shenjtë, por kemi edhe dashuri të Perëndis triadik ndaj krijesave angjëllore në fillim dhe njerëzore. Dhe dashuria pra është fryti i parë i Shpirtit Shenjtë dhe është energji e Shpirtit Shenjtë që zbret tek në njerëzit. Pra, është dashuri pa kushte, sepse të duash do thotë t'i dhurohesh tjetrit pa pritur që të kthehet. Dashuria nuk është thjesht emocion ose simpati, shpeshherë kjo ngatrohet. Shën Agustini shkruante: duaj dhe bër çfarë të duash. Sepse dashuria e vërtet nuk e çon njeriu drejt keqes. Në qoftë se e duam Perëndin, do t'i bindemi vullnetit hynor, si tha Krishti, nëse më doni zbatoni porositë e mia, dhe kur zbatoni porositë e mia tregoni se më doni, por edhe kur duam një njeri ne nuk e gënjejmë, nuk e dhunojmë, nuk e vrasim, nuk e shënderojmë, sepse e duam. Prandaj dashuria është, si them, ajo marrëdhënie e përsosur e njeriu me Perëndin dhe njeriu me njeriu. Për etrit e shenjtë hymbajtës, dashuria është rrënja e çdo virtuti. Dashuria do të thotë një lutje që bëhet jo për formalizëm, një kreshmim ose agjerim që nuk bëhet për krenari, një dituri që nuk tregohet për arrogancë. Shën Maksim Rrëfysi thoshte se dashuria është ngjashmëria e njeriu me Perëndin. Pra, ne jemi krijuar sipas ikonës Perëndis dhe për të bërë të ngjashëm me Zotin. Në asgjë ne nuk i ngjasojmë Zotin, ose nuk mund t'i afrohemi as në dituri, as në fuqi, as në lavdi, por në dashuri po. Do thoni ju si.
sepse në qoftë se neve zbatojmë porosit e Zotit, që është dashuria jo vetëm për të afërmin, por dashuria për armikun, atë ne ngjajmë Krishtit, i cili tha dhe Perëndia është i mirë dhe dërgon diellin për të mirë dhe për të këqij dhe shiun. Kështu që kur neve duam pa kushte, jo vetëm ata që na duan, por dhe ata që nuk na duan, patjetër duke u ruajtur prej tyre, kjo tregon se ne jemi bërë të ngjashëm me Zotin. Prandaj, nëse duam t'i afrohemi Zotit, duhet të mësojmë të duam. Prandaj, si kuptonin etrit dashurinë? Dashuria e vërtetë është ajo që fal armikun, që nuk kërkon akmarrje, sakrifikon veten për tjetrin, pa interes, nuk kërkon interesin personal. Shën Isak Siriani shkruante se zemra e njeriu të mbushur me dashuri digjet për demonët, kafshët dhe gjithë krijimin. Kështu që ai që ka dashuri nuk ka asnjë lloj urrëtie brenda vetes tij, akmarrje ose dëshirë për të bërë keq, edhe ndaj armiqve, por bën atë që është e mirë, e dashur ndaj të tjerëve, edhe pse nuk mund të përfitojë. Dhe kështu i ngjajmë Zotit. Sot dashuria sfidohet nga një shoqëri që është egoiste, individualiste, kulturave të interesit, komunikimit agresiv. Prandaj, jemi thirrur si krishterë, që jo vetëm marrëdhënie me Perëndin dhe marrëdhënie me njëri tjetrin, por edhe në shoqëri, duke qenë dritë për botën, kri për njerëzimin, ne të mësojmë të tjerëve si të duan, nëpërmjet veprimeve tona. Pra, të falim dikë që na ka lënduar, të mos përhapim urrëtie, jo vetëm me fjalë, por sot ka dhe urrëtie online, nëpërmjet rrjeteve sociale. Të respektojmë dinjitetin e çdo njeriu, sepse çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. Dhe çfarë ja kemi bërë më të vegjël para njerëzve më vulnerabël, ne ja kemi bërë Zotit, të sakrifikosh kohën si për familjen tënde në fillim, por dhe për të tjerët që kanë nevojë për ty, të ndihmosh pa pritur shpërblim. Dashuria sot nuk provohet me fjalë, por me durim, me dëgjim, me sakrificë, me besnikëri. Pra të mësojmë të duam. Etri e Kirë na thotë, edhe nëse nuk keni dashuri, bëni veprime të dashurisë, pa dashuri, dhe kështu do mësoni të dashuroni. Pra, është diçka që nuk vjen në mënyrë magjike, por ajo mësohet gjatë jetës. Dhe është një frymëzim i Shpirtit Shenjtë. Fryti i dytë është gëzimi. Shën Joan Gojarti dallonte gëzimin shpirtëror nga kënaqësitë kalimtare ose gëzimet e botës. Kënaqësitë kalimtare së botës varen nga rrethanat, kurse gëzimi shpirtëror vjen nga paqja me Perëndin, mbetet edhe në vuajtje, edhe në sakrifica, edhe në martirizim. Shikojmë martirët e kishës që shkonin drejt vdekjes, edhe sot ka martirë që shkonin drejt vdekjes në emër të Krishtit, duke kënduar himne dhe duke mos u trembur vdekjes. Dhe duke qenë të gëzuar. Dhe kjo çuditste dhe çuditë sot e kësaj dite ata që i torturojnë krishterët. Si është e mundur që neve i urrejmë, ne i shajmë, ne i mallkojmë, ne i torturojmë, ne i vrasim dhe prapa ata janë të gëzuar. Sepse ata kanë gëzimin e Zotit. Domethënë gëzimin për të qenë bashkë me Zotin. Zoti është një qenie e gëzuar, qenie e lumtur. Dhe kur bashkohemi me Zotin, edhe ne marrim nga gëzimi i Zotit, nga lumturia e Zotit. Prandaj etrit e shohin gëzimin si një veprim të Shpirtit Shenjtë. Çfarë thot apostull Pavli? Gëzoni gjithmonë në Zotin. Gëzoni. Nuk ka të krishterë që të jetë i krishterë dhe ai të jetë i trishtuar. Normalisht, jeta nuk është fushë me lule, ka sfidat e veta, ka idhërimet e veta, por neve kjo nuk duhet na vjedh gëzimin që kemi nga hiri i Zotit, nga hiri i Shpirtit të Shenjtë. Pra gëzimi është një gjendje normale e shpirtit të bashkuar me Perëndin. Ti je i krishterë, do të jesh një qenie e gëzuar. Sot shoqëria është një shoqëri e mërzitur, që nuk ka gëzim, sepse ajo e kërkon gëzimin larg Perëndis. Prandaj etrit do ta lidhin këtë me zbrazësinë shpirtërore, mungesën e kuptimit, jetë pa lutje dhe si mundet ta mundim gëzimin të mundim idhërimin e botës me gëzimin e Zotit. Pra, ne të krishterët ndryshe nga bota,
që edhe pse i krijon shumë kushte të mira vetes vet, mirëqenie, argëtim prap nuk është e gëzuar, neve jetojmë jetë të thjeshtë, të përkor, me privime, por prap jemi të gëzuar sepse kemi gëzimin e Zotit. Dhe e kultivojmë të gëzim. Si? Me mirënjohje, dhe nuk e lidhim gëzimin vetëm me suksesin e kësaj bote, e ruajmë shpresën dhe gëzimin dhe në vështirësi, dhe nuk e ushqejmë vazhdimisht me negativitet që është i tepërt në botë. Gëzimi i shpirtit nuk është eufori, është siguria e jetës se ka kuptim dhe nëpërmes vuajtjes. Pra, edhe në vuajtje ne kemi gëzim sepse dim se jetojmë, dim përfundimin e gjërave, fjalën e fundit e ka Zoti, dhe Zoti na ka premtuar një mbretëri ku nuk do ketë më lot, nuk do ketë më hidhërim, nuk do të ketë më trishtim, por do ketë vetëm gëzim. Dhe ky gëzim parashijohet që në këtë jetë. Le të flasim për frytin e tretë, paqja. Çfarë është paqja? Shën Grigori Nisës e përkufizonte paqen si harmonia e shpirtit me virtutin. Paqja nuk thjesht mungesa e konflikteve, sepse ndonjëherë ne krijojmë një ide të gabuar me paqen. Etri thoshin mund të ketë heshtje jashtë, por luftë brenda zemrës. Dhe kundërta, mund të ketë luftë jashtë dhe paqe në zemër. Paqja e vërtet fillon kur mendja, zemrat, dëshirat dhe veprat bashkohen në të mirën, në Perëndin. Atëherë njeriu ka paqe. Edhe mes vuajtjes dhe mes konfliktit dhe mes vështirësive. Por Evangri i Pontit paremëronte se zemërimi i pakontrolluar, që është e kundërta e paqes, erëson mendjen dhe bën njeriu të paaftë në lutje. Pra, ne sot duhet ta aplikojmë paqen që kemi në shpirt. Të mos jetojmë në stres, polarizim, konflikt të vazhdueshëm, që është edhe mediatik. Shikoni në media nga mëngjesi në darkë ka vetëm konflikte partijake, konflikte njerëzore, konflikte botërore. Pra bota është një konflikt. Dhe paqja, edhe pse bën kaq bisedime për paqen, takime për paqen, konferenca për paqen, paqe nuk ka. Ose që të kërkojmë që ma sigurojmë paqe duhet përgatisim luftën, por nuk është kështu. Paqja që e themi ne është paqja e Zotit. Kur Krishti u ngjall për së vdekush, u shfaq tek apostull, fjala e parë që tha paqja me ju. Që është ajo paqja që Zoti pajtohet me njeriu në Krishtin. Dhe neve largojmë çdo lloj frike. Kjo paqe pastaj si them rrezaton edhe në marrëdhëniet njerëzore. Si thotë Shën Serafimi Sarovit, ki paqe me veten tënde ose siguro paqen që vjen nga Zoti dhe mira do jenë paqësor me ty. Prandaj, sot bota nuk ka paqe, sepse njerëzit nuk kanë paqe në veten e tyre dhe kanë konflikte që duke filluar që nga familja, shoqëria dhe këto pastaj amplifikohen dhe bëhen konflikte rajonale dhe botërore. Paqja kërkon të kontrollosh emocionet, të jetë një heshtje e brendshme, paqja arrihet me lutje, me falje. Ne nuk duhet të reagojmë me njerë me zemërim, duhet të ndalojmë pa të përgjigjemi, të mos ushqejmë konflikte, edhe konflikte të cilat si shtash janë dhe mediatike, të kërkojmë pajtim në familje, pajtim me njëri tjetrin, pajtim në shoqëri, edhe të ruajmë qetësinë edhe në kriza. Paqja e shpirtit është forcë dhe jo pasivitet. Kështu që le të kërkojmë nga Zoti paqen e Zotit, e cila është paqja vërtet që ka nevojë njerëzimi dhe bota. Por le të flasim për durimin, që është fryti i katërt. Kuptimi patristik thotë që sipas edhe Tertulianit e quajnë durimin mbretëreshën e virtuteve. E tha Krishti, me durimin tuaj do fitoni shpirtet tuaj. Pa durim nuk ka shpëtim. Çdo gjë kërkon durim. Durimi nuk është dorëzim, por qëndrueshmëri në të mirën. Pra nuk është pasivitet. Se disa e thonë duroj edhe rri atje pa bërë asgjë. Jo, ti edhe pse në situata të vështira do durosh, po do vazhdosh të bësh të mirën. Shën Cipriani Kartagjenës mësonte se pa durim nuk mund të ruhet paqja, nuk mund të ruhet dashuria, nuk mund të përballohen sprovat. Sot bota moderne, në thonjza, se po kthehet në primitivitet,
kërkon rezultatet me njershme, kënaqësi me njershme, sukses të shpejt. Kjo prodhon padurim, ankth, agresivitet. Prandaj duhet që sot ne të krishterët ta mësojmë botën të durojë. Do me thënë, të përballojmë me durim pa drejtësit dhe të përballojmë ato edhe pa urrëtie. Të durojmë sfidat që kemi në familje, të mos bijem në dëshpërim nga problematikat, hallet, vështirësitë dhe të pranojmë procesin e rritjes. Çdo gjë bashkëpunon për të mirë për atë që duam Perëndin. Pra jo çdo e keqe vjen për keq. Në qoftë se ne e përballojmë me durim, jo me pasivitet, por të bëjmë të mirën edhe kur ndodhim në vështirësi, patjetër që ky durim do, si them, shpërblehet. E tha dhe Krishti, jo vetëm do a realizojmë atë që ne kërkojmë, por do shpëtojmë shpirtin tonë dhe shpirtat e tjerëve. Pra durimi është forcë e heshtur që duhet ta ketë një krishter. Flasim për mirësinë, fruti i pestë. Si e shikoni ne të rit? Shëmasinë i madh mësonte se mirësia është pasqyrimi i mirësisë së Zotit. Lavdëroni Zotin se është i mirë. Aleluja. Perëndia është i mirë. Dhe e mira e Zotit është e mirë absolute, jo e mirë relative, sepse edhe ne i themi njëri tjetrit i mirë, po ne shikojmë të mirën në marrëdhënie me veten tonë, dhe jo në atë të mirën që është korrekte me të gjithë. Kurse Zoti është i mirë edhe me të mirët, edhe me të këqijt. Prandaj mirësia e vërtet zbret nga Perëndia. Por njeriu që ka mirësinë, dhe këtë mirësi që është energjia e Shpirtit të Shenjtë, fryti i Shpirtit të Shenjtë, do thotë që ai nuk kërkon të dominojë, nuk kënaqet me poshtërimin e tjetrit, nuk jeton me cinizëm. Shoqëria moderne sot shpesh admirohet ose admiron ashpërsinë, ironinë, talljen, dominimin. Dhe etrit që quajnë këtë fortësi pa dashuri. Por sot neve të krishterët duhet ta shfaqim mirësinë, me mënyrën se si flasim, si dëgjojmë, si trajtojmë të dobtit. Dhe kështu mësojmë mirësinë tek të tjerët. Pra, ne duhet të poshtërojmë publikisht, por duhet të ndihmojmë pa zhurmë, të sillemi me njerëzit me dinjitet, çfarëdo statusi dhe moshi që ata të kenë. Mirësia nuk është dobësi, është një fisnikëri shpirtërore. Prandaj, kur ti bën mirë, mos mendos se po dobësohesh, por ti e mund të keqen me të mirë. Dhe thuhet një shprehje popullore, bëhet të mirën, hidhe në det, tek ty do kthehet përsëri. Bamirësia, fryti i 6, sipas etrave, Shën Ambrozi, Shën Jan Gujarti, të cilët flisnin shumë për bamirësinë, e shikonin atë ndihma konkrete ndaj njerëzve në nevojë, të varfërve. Shën Jan Gujarti thoshte, nëse nuk e gjen Krishtin tek lypsit jashtë kishës, nuk do ta gjesh as në kupën e altarit. Pasuria është përgjegjësi, thonë etrit, jo vetëm privilegj. Pra ai që ka diçka të tepërt, flas me punë të ndershme ose të trashëguar, nuk duhet ta shikojë veten superior ndaj tjerëve, përkundrazi. Ai është një përgjegjës, sepse kjo pasuri u dha atij që ai ta menaxhoi për të ndihmuar ata që janë në nevojë. Sepse i Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. Edhe pasuria është e Zotit. Dhe atëherë ne jemi të Zotit dhe i pasuri i vërtet është ai që jo ka para, por ai që di të menaxhojë ato, di të ndihmojë njerëzit në nevojë. Ky është i pasuri i vërtet. Sot varfëria ndoshta nuk është në disa raste materiale, por kemi një tjetër varfëri, kemi vetmin, kemi depresionin, mungesën e dashurisë, izolimin. Pra njerëzit sot kanë nevojë jo thjesht flasim në disa rrethana, se ka dhe njerëz që ka nevojë dhe për ushqime, por në shumicën e rasteve kur dhe mirëqenia deri diku është rritur dhe në vendin tonë, sot kanë nevojë njerëzit për si them bamirësinë që ti të gjesh kohë nga koha jote, ti rish pranë, ta dëgjosh, për t'i bësh shoqëri. Pra, si ta aplikojmë bamirësinë? Të japësh nga koha jote, tham, të dëgjosh dikë në problematikën e tij, të ndihmosh konkretisht, të kontribuosh për komunitetin dhe për kishën,
në radhë parë, sepse kjo është pije e Perëndis. Dhe bamirësia është dashuri në veprim. Sepse ne mund themi dashuri, po ku është veprimi? Ku është bamirësia? Atëre, në qoftë se ne duam do bëjmë bamirësi. Ashtu siç e bëjmë edhe te njerëzit tanë të gjakut që na thërret instinkti, por ne nuk jemi qenie vetëm instinktive, që të duam vetëm ata që na duan, por ne duam çdo njeri dhe duam gjithë krijimin, sepse gjithçka është e Zotit. Flasim për besnikërinë, që është fryti i 7. Shënqëria e Aleksandrisë e lidhte besnikërinë me qëndrueshmërinë në të vërtetën. Pra ti je besnik në të vërtetën dhe para është në të vërtetën hyjnore. Besnikëria nuk është vetëm besimi ndaj Perëndis, por edhe besnikëri ndaj të afërmit. E para besnikërinë në martesë. Shumë e rëndësishme. Që ti qëndrosh besnik, burri dhe gruaja siç ke dhënë premtim para Zotit. Në të mirë, në të keq deri në vdekje. Dhe për ne, martesa nuk është vetëm e përkohshme për këtë jetë, por nëse çifti është besnik deri në fund, ai do jetë përjetësisht bashkë në mbretërinë e Zotit. Ti je besnik në misi, ti je besnik në fjalën e dhënë. Sot bota ka relativizim të besnikërisë, pra e shikon besnikërisë në forma relative, jo absolute, ka mungesë stabiliteti, një mungesë besueshmërie dhe frikë nga angazhimet, domethënë nga marrja e përgjegjësive, sepse nuk ka besnikëri. Dhe shikojmë sot në aspektin familjar, se si çiftet bashkohen dhe shumica ndahen. Sot kemi më shumë divorce se martesa. Mungon besnikëria. Prandaj ka nevojë të shërohet kjo plagë. Kjo plagë nuk shërohet thjesht me agjenda ose me forma sociale, por shërohet duke kërkuar Perëndis që të japi frytin e besnikërisë. Pra, të mbash premtimet, të jesh korrekt në punë, të mos tradhtosh për interesa në familje, por edhe në shoqëri, të ruash integritetin. Besnikëria ndërton besim. Pra, le të flasim dhe për butësinë. Çfarë është butësia? Shën Efrem Siriani e përshkruan butësinë si forcën e mbuluar me dashuri. Pra, butësia nuk është dobësi, është forcë me dashuri. Butësia nuk është frikë, nuk është dobësi, por pushtet mbi vetveten. Krishti për etrit ishte modeli butësisë. Ai që është i gjithë pushtetshëm, ai shfaqej i butë. Çfarë thoshte Krishti? Mësoni nga mua se jam i butë dhe i përulur nga zemra. Pra, ai nuk shfaqej i dhunshëm, edhe pse mund ta bënte atë, por nuk e bënte. Pra ishte i butë. Dhe ne duhet të mësojmë të jemi të butë. Sot jetojmë në një botë, në një kulturë agresive, impulsive, provokuese. Butësia sot është akt guximi. Të tregohesh i butë sot, duhet të kesh shumë guxim, se njerëzit të quajnë njëri të dobët. Por neve do ta aplikojmë butësinë, sepse është forcë në dashuri. Pra, si mund ta aplikojmë? Të flasim pa gërthitur, pa imponuar, të mos poshtorojmë kundërshtarin, të kontrollojmë zemërimin, të udhëheqim me shembull butësie. Butësia fiton zemrat, jo frika. Ne na krijohet ideja se me tutel, me imponim, me ngritje zëri, edhe brenda familjes ose në shoqëri, ose edhe në marrëdhënien e punës, sipas statusit, mendojmë se frika vendos rregull. Ajo vendos rregullin për moment, por brenda ka çrregullim, sepse ata që mund të kenë frikë, ata nesër do rebelohen, se nuk e bëjnë atë nga dashuria, por e bëjnë nga frika, dhe frika nuk mban gjatë. Prandaj butësia fiton zemrat. Siç edhe Krishti fitoi zemrat e miliona, miliarda dhe vazhdon t'i fitoj akoma. Flasim edhe për frutin e 9 të fundit, vetë përmbajtja. Shën Maksim Rufysi mësonte, njeriu skllav i pasioneve nuk është i lirë. Pra ai që bën çfarë i thot instinkti, dëshira mishore, ai nuk është i lirë. I lirë është ai që ka vetë përmbajtje, ai që ka frena, ai që i thot vetes jo, këtë nuk do ta mendoj, këtë nuk do ta dëshiroj,
këtë nuk do ta bëj. Këtë fjalë nuk do ta them. E tjera. Pra, është ai që ka sundim mbi dëshirat, ka ekuilibër shpirtëror, ky është i lirë për brenda. Etrit nuk e urrejnë trupin, ata kundërshtojnë skllavërinë nga pasionet. Pra ndryshe nga heretikët që thonë që trupi është i keq, jo, trupi është i mirë. Po trupi është si një lloj kali që ka nevojë për fre. Kështu dhe ne i vëmë fre trupit ton, kalit ton, të shpirtit ton, që ai mos na çojë ku do ai të hedhi vicla, por na çojë aty ku duam ne. Ashtu si bën kalorsi që vë fre kalit të vet. Sot bota është një botë me tundime të vazhdueshme që nuk ka vetë kontroll për shkak të konsumizmit, varësive të ndryshme, drogave, kënaqësive ose varësive digjitale. Këtu futim pasaj edhe mëkatet si pornografia, sot janë njerëzit pa vetëpërmbajtje, edhe nëse ata nuk kanë mundësi fizike të kryen mëkat, e kryen mëkatin duke u dhënë lirshëm pornografisë, që pasaj kthehet në një neurozë e trurit, janë një shoqëri impulsive, lakmiqare. Prandaj vetëpërmbajtja sot është diçka që është, si them, shumë e huaj për njerëzit. Por ne jemi të krishterë dhe ne jemi ndryshe nga bota. Ne duhet kemi vetëpërmbajtje, që e shfaqim duke filluar që nga i rregulli kreshmor dhe në çdo aspekt të jetës sonë, kur themi jo për atë që nuk duhet menduar dhe bërë. Prandaj, të kesh vetëpërmbajtje do thotë të kesh disiplinë ndaj vetes në çdo aspekt, edhe në marrëdhënie digjitale, edhe në përdorimin e telefonit. Sot telefoni dhe kjo digitalizimi është bërë një smundje. Si them, është bërë një ndikim i madh. Edhe ne duhet mësohemi edhe në këto gjëra që në vetvete janë të këqija, por nëse ato na kontrollojnë gjithë ditën, atëherë ku e kemi vetëpërmbajtjen ne? Sepse ka raste që ne kreshmojmë, nuk kam mish e bulmet, po i lëm syt kullosin, koha të harxohet në telefon, në këto gjithë rrjetet sociale. Duhet kemi agjërim, si thuhet, ose kreshmim nga digitaliteti. Kontroll duhet kemi mbi fjalët, maturi në ushqim, në dëshira dhe ruajtje pastërtisë morale, që është shumë e rëndësishme. Vetëpërmbajtja nuk kufizon lirinë, ajo e mbron atë dhe tregon se vërtet je i lirë. Pra, si përfundim, etrit e Krishtit theksoni, frytet nuk janë një maskë morale që i vë i krishteri, po janë shenja të transformimit të zemrës së botës sonë shpirtërore. Njeriu nuk fiton me forcat e veta, por njeriu duhet në sinergji, në bashkëpunim me Perëndin Atin, i cili na dërgon Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Dhe Shpirti i Shenjtë na mbush me këto fryte, dhe këto fryte ne nuk i marrim të mirëqenia, po janë, si them, tregues i lutjes sonë, i pendimit, i kungimit, i studimit të shkrimit të shenjtë, i luftës kundër egoizmit, i asketizmit të vazhdueshëm, dhe pastaj është si ajo ara që ne e punojmë, pastaj Perëndia e mbjell dhe ato nxjerrin ato frytet e tyre, që janë frytet e Shpirtit të Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, zemërgjerësi, durim, mirësi, bamirësi, besnikëri, butësi dhe vetëpërmbajtje. Në qoftë se konstatojmë se kemi këto fryte brenda vetes sonë, kjo tregon që jemi të krishterë. Por nëse ne nuk i kemi këto fryte, atëherë ara e shpirtit tonë është një arë e shkret, një shkretir, që kemi vetëm emër të krishterë, por nuk kemi asgjë brenda vetes sonë. Përkundrazi, në atë arën e shkret rinë në gjarpri dhe akrepra, rinë para forca demoniake. Dhe kjo tregohet edhe në jetën tonë. Në qoftë se jemi njerëz pa dashuri, pa gëzim, pa paqe, pa butësi, pa mirësi, pa vetëpërmbajtje, tregon që neve kemi emrin krishterë, por nuk kemi të krishterë. Prandaj le ta shikojmë këtë si një test. Siç bëjmë atë testin, check-upin për të parë gjendjen tonë, si them, trupore, të analizave, le të bëjmë dhe ne një analizë. A i kemi këto fryte të Shpirtit të Shenjtë? Në qoftë se i kemi, le të qëndrojmë me durim. Në qoftë se nuk i kemi, le të pendohemi dhe të punojmë arën e Shpirtit, ta vaditim me lot dhe
ta lejon Perëndis ta mbjelli dhe ta kultivoj dhe të na japi këto fruta të Shpirtit Shenjtë që janë fruta të përjetshme, nuk janë vetëm të përkohshme, por janë fruta të përjetshme dhe këto fryte na bëjnë të ngjashëm me Perëndin. Amin. Love the Lord.